Kryeministri Edi Rama zhvillimet e fundit lidhur me drejtësinë dhe luftën kundër korrupsionit i ka komentuar në takimin me qytetarët. Ai shprehu dhimbje për personat që deri dje kanë qenë pjesë e shoqërisë dhe sot janë në duart e drejtësisë, por tha se qytetarët duhet të jenë krenar për hapjen e procesit dhe për angazhimin që ka ndërmarrë qeveria për të sjellë përpara drejtësisë ata që janë përgjegjës për veprime të palishme. Korrupsioni ka marrë një goditje shumë të madhe. Sot tani mbasi të mbaroj, unë nuk do të rri dot më në Durrës, megjithëse kam shumë dëshirë që të rri akoma, se ka shumë gjëra për të parë me anin nga punët, do shkoj në Tiranë sepse bëhet prezantimi i një raporti shumë të rëndësishëm të Këshillit të Evropës që lidhet me korrupsionin. Dhe ku Shqipëria përsëri vlerësohet lart për çka ka bërë. Tani kjo histori nuk mund të jetë që ajdut, kishë bën petkot. Dhe ne duhet jemi krenar, jo që nuk duhet të ulim kohë, duhet jemi krenar për faktin që përtej dhimbjes që kemi personale për arsye njerëzore, se nuk na vjen mirë që të shohim dikë që deri dje ka qenë mes nesh dhe sot është në duart e drejtësisë, por ama nuk ndodhte kjo kurrë nëse nuk do ta kishim hap ne këtë kapak. Nuk ka pas kurrë një ministër në historinë e Shqipërisë që e ka marrë një prokuror i pavarur dhe i ka thënë hajde këtu se do të pyes. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vazhdon akuzat e ashpra ndaj qeverisë dhe kryeministrit Rama në prezantimin e programit për kulturën, duke denoncuar zhvillimet e fundit në fushën e kulturës. Ai kujtoi përpjekjet për të shkatërruar strukturat kulturore dhe përpjekjet e artistëve për të mbrojtur teatrin kombëtar, duke cilësuar shembjen e tij si një akt të pashembullt që kishte për qëllim ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Sot Tirana është qytet i vetmi kryeqytet në botë pa teatr kombëtar. Në një kohë kur kishte një teatr 100 vjeçar. Sot Tirana është një qytet që ka një galeri artësh të shtruar në magazin, ku piktorët nuk mund të ekspozojnë veprat e tyre. Sot, fëmijët nuk ka një teatr, si që kishin gjerdje, dekada. Sot, libri tatohet në mënyrë më të pamëshirë. Muzeu mbyllet në thojza për rikonstruksion për qëllimin e vetëm për të vjedh 10-12 milion euro dhe për të ndërtuar një kull duket aty në bordën e tij.